vëllezër të ndershëm, dhe vepra e cila më e preferuar është ditën e xumës, është një çast që ditën e xumës, që ka thonë pejgamberi Allahut, nuk i lutet një njeri Allahut në këtë çaste, vetëm Allahu azza wa jall i përgjigjet lutjes së tij. Tha njëri prej të parëve tonë, nuk kam lutën asnjë lutje, nuk e kam bën asnjë kërkesë në këtë çaste, vetëm Allahu ma ka pranu duan. Kështu ulshin se lefët e kërkojshin këtë çast. E ki cili është ki çast, si transmeton Xhabiri, i cili thot, Gjibrili alayhis salam te pejgamberi Allahut, në dorën e tij e kish një pasqyrë, dhe në mesin e kësaj pasqyre ishte një pikë e zezë, dhe e pyet pejgamberi Allahut Xhibrilin dhe i thot, çka kjo pasqyre që po shkëlqen? Tha, kjo a dita e xumës. Çka kjo pikë, thë, në mesin e kësaj? Tha, kjo a një çast që nuk i lutet një rob Allahut, nuk i kërkon Allahut diçka, vetëm Allahu azza wa jall i përgjigj. Sa njerëz janë pasuru se e kanë shfrytzu këtë çast. Sa njerëz sot e lashe i kanë shpëtu për shkak se e kanë shfrytzu këtë çast. Sa njerëz janë shëru për shkak se e ka shfrytzu këtë çast. Për ata cili janë këtë çast, kanë ndryshuar mendimet e dietarëve, thot Ibn Qayyim, janë nda sahabët në dy mendime. Këto janë di çaste më madhore që njeriu nuk i lutet Allahut azza wa jall ditën e xumës, vetëm Allahu ja pranon lutjen atij. Transmeton Ebu Berdet ibn Ebi Musa al-Ashari, transmeton Abdullah ibn Amer, i cili e ka taku gjalin e Ebu Musa al-Ashariut, dhe e ka pyet dhe i ka thonë, mos e ke ndëgju babën tanë, mos ka ndëgju diçka prej pejgamberit Allahut për këtë çast që Allahu e pranon lutjen? Tha, po. Unë është ki çasta? Ka thonë pejgamberi Allahut, prej se imamit ngjitet në hutbe deri të falet namazi xumës, a çasti që Allahu nuk e kthen lutjen te pas. Prej se imamit hipet në hutbe deri ta falmi namazin e xumës, janë disa çaste që pranohet duaja. Dhe kja mendimi Abdullah ibn Omeri, kja është mendimi Abdullah ibn Abbasit, kja është mendimi Ebu Musa al-Ashariu dhe shumë sahabë. Ndërsa mendimi Ebu Hurajra dhe Abdullah ibn Selami dhe qerve disa nga sahabë si Xhabir ibn Abdullah, ka thonë se çasti që Allahu e pranon lutjen dhe duan, as mas i kindije deri të perëndohet dielli. Me çanti sa të aferohet ka akshami ma shumë. Fatimja bia Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e kish një gjalosh dhe i thonë të këshire dielli adopsu, tha po, e kur i thonë të se adopsu dielli, u ulte dhe u lutte derisa perëndon të dielli. Koha çasti planohet doja, është kohën e fundit të namazit, mas namazit të ikindis. Para ta kur tha Ebu Hurajra se kam dëgju pejgamberin Allahu që ka thonë se është një çast ditën e xumës që nuk e çellon një njeri duke qenë namaz, e i lutet Allahut, vetëm Allahu ja pranon lutjen atij. Ka'b al-Ahbari tha, është vetëm një ditë në mot, tha jo çdo xumë. Tha e vërtet, dhe na e kena lexuar librat tona, nga se Ka'b al-Ahbari ishte nga dietarët që i fotëve që kaloi në Islam. Pastaj e takoi Ebu Hurajra Abdullah ibn Selamin, që ish nga dietarët që i fotëve pa të kalu në Islam, dhe i thakin dëgju ka pejgamberi Allahu që ka thonë se as një çast ditën e xumës që nuk i lutet një rob duke qenë namaz, vetëm Allahu azza wa jall ja pranon lutjen atij. Tha po vallahi di cili është kjo orë edhe cili janë kjo çast. Tha cili çast? Tha ora e fundit pas ikindijës para perëndimit diellit. Tha Ebu Hurajra, si ka mundësi me qenë njeri namaz kurse nuk ka shkoa e namazit? Bile jenë mi ndalu të bëjmë namaz këtë kohë. Tha Abdullah ibn Selami, a se kënë dëgju pejgamberin Allahu që i ka thonë, a i cili shkon xhami, merr abdes në shtëpi dhe del shkon xhami dhe qëndron xhami për ta prit namazin, është namaz? Është namaz? Tha po. Tha kjo është çasti, pra merr abdes në shtëpi, dil në xhami, pritë namazin e akşamit, ban dua, Allahu azza wa jall e ndëgjon lutjen tonë. Këto janë disa vepra më madhështore që besimtari duhet t'i ban ditën e xumës,
ku Allahu Azza wa Jall i pëlqen, i ka propozu ata që i don, dhe lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bën nga ata që përpiqemi që këto vepra t'i bojmë ditën e xumë, ditën më madhështore ku Allahu Azza wa Jall e don dhe e ka përzgjedh për ne.